Jemi rikthyer kështu sërish në studio për të diskutuar për atë se në fakt çka e paralajmëruam pak çaste më parë. Siç edhe e potencuam, ish kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, ka shpallur kandidaturën e tij për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke u renditur kështu përballë kryetarit aktual Lumir Abdigjikut. Për të diskutuar gjitha këto, sot në studio kem të ftuar një panel të përbërë nga politolog të jetë me mendimet e tyre cilat shpesh herë na zbardhin ato dilema që i kemi edhe shikuesit edhe ne gazetarët në përgjithësi. Ky panel përbëhet nga politologu Melazim Koci dhe Avdi Smajlaj. Përshëndetje. Faleminderit. Përshëndetje. Hoti e shpalli gjatë vikendit kandidaturën e tij, zotri Koci, duke ju vënë përballë Lumir Abdigjikut, i cili ka ofruar dorëheqjen e që e ka lënë në duar të kryesisë të kuvendit Lidhjes Demokratike të Kosovës. Si e pat? Unë mendoj që është e drejtë, normalisht legjitime e zotit Hoti të kandidoj, por akti si akt marrë në kontekstin e dorëheqjes së ofruar të zotit Abdigjiku për kuvendin e përgjithshëm të Lidhjes Demokratike sinjalizon kisha për të thënë pas një hezitim ndarje të LDK-s, nuk po them ndarje në kuptimin klasik, po spaku ndarje në dysh të Lidhjes Demokratike të Kosovës në këtë anë. Pse edhe ndoshta përplasje pak më të shpejt se sa që ka mundur të pret opinioni. Pse e them këte? E them sepse me njëherë pas dorëheqjes së zotit Hoti, zëdhënësi Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Mustafa, tha se dorëheqja e zotit Abdigjiku është vot besim, është kërkesë për vot besim. Nëse është kështu, si që thot ai, atëherë kandidatura e zotit Hoti nuk ka hapësirë për të trajtuar në këtë kuvend të përgjithshëm, sepse këto janë dy procese të ndryshme. Vot besimi është një, ndërkaq që kandidaturat që mund të paraqiten janë diçka tjetër. Nuk mund të shkohet njëkohësisht në të njëjtin takim të kuvendit të përgjithshëm edhe me vot besim për një, në këtë rast për zotin Abdigjiku, dhe njëkohësisht për votim për një kandidat tjetër. Pra me sa unë e kuptoj, ne të shtunën do të shohim kuvendin e përgjithshëm të, nëse gjërat shkojnë ashtu si që supozon. Në orën 12 veç se është thirrur, po. Do të ketë votim për vot besimin e zotit Abdigjiku, po jo edhe votim për kandidaturën tjetër. Kandidatura tjera mendoj se mund të pasojnë në një proces më të largët pas vot besimit, pas marrjes ose jo të vot besimit. Tani unë nuk dua ta paraqitoj. Që i bie se kandidatura e Hotit do të vlej vetëm në rast se miratohet apo pranohet dorëheqja e Abdigjikut. Atëherë pastaj kjo po jo në këtë kuvend të përgjithshëm, besoj unë. Sepse në këtë kuvend do të thotë kemi të bëjmë vetëm me deklarimin e antarëve të kuvendit të përgjithshëm nëse e pranojnë dorëheqjen ose jo të zotit Abdigjiku, por jo edhe votim për kandidatura tjera. Ai si që tha zoti Mustafa, dhe besoj që qëndron, është një proces tjetër, i më vonshëm. Por në përgjithësi thënë, mendoj që kjo paralajmëron përçarje, përplasje brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra minimum janë dy rryma. Njëra tenton të mbajë leadershipin aktual në fuqi dhe në ato pozicione që i ka, dhe kjo u paralajmëru me dorëheqjen e zotit Abdigjiku, sepse dorëheqja për të qenë sinqert ose është e parabukueshme ose nuk është dorëheqje. Dhe vetë faktin që zoti Mustafa tani flet për vot besim, relativizon do të thotë çështjen e dorëheqjes së zotit Abdigjiku. Dhe kemi grupimin tjetër, i cili pra kërkon leadership të ri në Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe këtë nuk e fsheh përmes kandidaturës së zotit Hoti. Smajlaj, mund ndodh njëjti skenar që edhe deri diku po e përmend zotri Koci, apo keni mendim ndryshe nga kjo? Kandidatura e zotri Hocit mendoj që është reflektim i mënyrës se si zotri Abdigjiku ka ofruar një lloj dorëheqje, do thoja. Fakti që nuk ka dhënë dorëheqje të parevokueshme, por ka kërkuar një lloj vot besimi në një kohë kur LDK-ja doli keq në zgjedhje.
dhe si pasojë e kësaj, do më thënë, u shtunë dhe paknasit brenda LDK-s, disa që ishin më herët, disa pastaj u rritën me këtë rezultat. Dhe në bazë të kësaj, besoj që edhe zotri Hoti pastaj e ka shprejat vullnetin e vetë, ose një farë mënyrë e ka shprejat paknatësinë e vetë, me mënyrën se si është duke u menaxhuar, nëse mund të quaj kjo lloj dorëheqje që për të reflektuar përgjegjësitë të leadershipit dhe duhet të ishte dorëheqje e parevokueshme. Jo që të kërkohet, sepse me statut është e rregulluar që mund të kërkohet një vot besim, është neni 27 i statutit të Lidhjes Demokratike të Kosovës që e parashen një mekanizëm të tillë, megjithatë marr për bazë rezultatin e zgjedhjeve dhe paknatësitë e brendshme, edhe të mëhershme edhe pas rezultatit të zgjedhjeve, dorëheqja do duhet të ishte e prerë, e parevokueshme, jo të kërkohet vot besim, sepse kjo do të reflektonte një përgjegjësi për shkak të mos përmbushjes objektivave që kishte LDK-ja. Dhe si pasoj, kemi edhe kandidaturën zotri Hotit, mund të kemi ndoshta në termën e afërt edhe kandidatura të tjera. Ajo që mbetet e paqartë është vetë rendi ditës së seancës së kuvendit të LDK-s së thirrur, që është si duket vetëm çështja e vot besimit. Megjithatë, kuvendi ka mundësinë që ndoshta mund ta rishikoj rendin e ditës ose ta përfshijë. Mirë po duket pak sikur jo shumë lehtë e menaxhueshme, për faktin që si duket kuvendi është thirrur vetëm për çështjen e votbesimit të zotrit Abdigjikut, dhe në rast se nuk ndodh një gjë e tillë, po nuk trajtohet kandidatura e zotrit Hotit, kjo tregon që të ardhmen e afërt pritet që kjo kandidaturë edhe mund të materializohet, të shoqërohet me kandidatura tjera, të cilat besoj se është rrugës që të fillojnë që nga niveli më i ulët i organizimit politik të LDK-s, nga nëndegët, degët, pastaj nivelin qendror, dhe LDK-ja të del me një leadership legjitim, i cili edhe në farë mënyrë e përpiqet që ta rikthejë LDK-n në aspektin e numrit të votave, po edhe ta menaxhojë çarin e brendshme që po duket që ekziston, ka qenë edhe më herët në LDK. Para një ore, në faqen e Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe kanë publikuar një lloj dokumenti ku kanë njoftuar mbi atë se çfarë do të diskutojnë në këtë kuvend të thirrur. Për hir të korrektësisë po e lexoj këtë pjesën e shkurt. Kuvendi i LDK-s, si organi më i lartë vendimarrës i partisë sonë, rret për të diskutuar dhe vendosur mbi çështjet e rëndësishme politike dhe organizative në përputhje me statutin, traditën demokratike dhe përgjegjësinë ndaj antarësisë sonë. Kjo është vetëm një formulim që nuk është që kanë dhënë ndonjë detaj tjetër edhe nga zgjedhja e votbesimit, paraqitja mendoj që kanë gjetur një formulim kompromisi, do thotë ku mund të fusin çfarë të duan, sepse evidente është që nuk janë të sigurt se si do të shkojë. Ngjarjet deri të shtunën, do të thotë. Edhe kur formulim flet për Amullin që ekziston aktualisht në brenda. Është një para një ore nga. A ishte befasi kandidatura e Avdullah Hotit? Jo, unë mendoj që nuk është befasi. Ka mundur edhe dikush tjetër, dhe mundet edhe dikush tjetër, por kandidatura... Sepse është përmendur, po, edhe Hikmeta Bajrami, Lutfi Aziri, kanë qenë emra cilat janë përmendur se mund të jenë. Këtë drejt. Këta kanë qenë emra që kanë qarkulluar disa të tjerë, avokat të njohur, por mendoj që zoti Hoti ka qenë një nga ata që shpesh është deklaru kundër disa veprimeve që i ka bërë zoti Abdigjiku, si kryetari i partisë, do thotë, dhe më duket krejt normale që ai të shpall kandidaturën, edhe plus që në kandidaturën e tij është një formulim ku ai dorëheqjen e zotit Abdigjiku nuk e konsideron vot besim, por dorëheqje gati të parevokueshme. Spaku ashtu ishte formulimi. Ai le përshtypjen që ai e konsideron që dorëheqja e zotit Abdigjiku është çështje e kryer. Dhe se nëse jo, praktikisht tani unë po e interpretoj, nuk po e citoj, që praktikisht mund të
krijohen 2 fraksione brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kjo është sindromi tjetër i Lidhjes Demokratike. Hoti ka pasur një deklarat ku ka paralajmëruar se do të jap dorëheqje nga organet drejtuese në rast se në kuvendin që do të bëhet me 31 janar nuk do të ketë riformim. Që i bie se në rast se Abdigjiku zgjedhet sërish dhe kandidaturës, mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës pa dorëheqjen e zotit Abdigjiku është duke shku drejt përçarjes, drejt ndarjes, do të thotë. Nuk besoj që nëse zoti Abdigjiku merr votbesimin e kuvendit të përgjithshëm, që gjërat do të mbeten kështu siç janë. Nuk besoj që grupi i prirë, kushtimisht ta them, nga zoti Hoti, zonja Bajrami ose dikush tjetër që do të rinë duar kryqë dhe do të vazhdojnë të mbeten aty pa një përpjekje tjetër për të reformuar rrënjësisht Lidhjen Demokratike të Kosovës. Desha të them vetëm edhe këtë. Ky është sindromi i vjetër i Lidhjes Demokratike, që nga kuvendi i njohur i karikave vitin 2006, apo? Do të thotë Lidhja Demokratike e Kosovës praktikisht me këtë tregon që pas vdekjes së liderit të saj, pa kontestueshëm, ish presidentit Rugova, nuk ka arritur kur të krijojë unitet të mjaftueshëm të brendshëm për të jo vetëm për të çuar përpara elektoratin numrin e votuesve, por madje as për të mbajtur atë elektorat që ka pasur, sot janë në 13% dhe për ata që dinë se kush ka qenë Lidhja Demokratike e Kosovës, është rezultat shumë zhgënjys, do të thotë. Që i bie se nuk ka pasur kur më një lider unifikues, rreth të cilit do të mbledheshin të gjithë anëtarët e Tani kjo është, po, absolutisht kjo do të thotë. Nuk ka Lidhja Demokratike e Kosovës pas zotit Rugova nuk ka arritur të gjejë, nuk po them se është dashur gjendet një Rugov tjetër, ka qenë e pamundur. Kjo ka qenë e pamundur, do të thotë, ai ka qenë rastu unikal, do të thotë, por as të gjej një figurë rreth cilit do të boheshin rrymat e ndryshme për një periudhë 2, 3, 4 vjeçare. Janë cikle 3-4 vjeçare ku Lidhja Demokratike e Kosovës është ndarë në dysh vazhdimisht dhe ky fenomen po vazhdon, ndonse ndoshta nuk është fenomen, mund të jetë edhe i shpjegueshëm si fenomen. Lidhja Demokratike ka qenë lëvizje. Nuk ka qenë parti në kuptimin klasik të fjalës dhe në vitin 99. Megjithatë, ky nuk ka qenë problem para pak ditësh e patëm antarën e kryesisë zonën Besa Gaxheri në një intervistë online, i cila tha se nuk paraqet fare problem që për këto rryma të krijuara, pasi ne jemi pro proceseve, pro mendime ndryshe edhe brenda partisë. Ata janë pra zonja Gaxheri, me gjithë respektin për zonën Gaxheri, po ata kanë rënë në 13%. Problemi jo këtu. Problemi është që ata kanë rënë në 13%. Si pasojë mos unifikimit tonë? Çfarë kanë bërë? E kanë largu, do të thotë, kushtimisht thënë gardën e vjetër dhe e kanë targetu votuesin e ri, të rinjët. Por për fatin e tyre të keq, votuesi i ri ka shku te vetvendosja në viteve të fundit, 15 vitet të fundit. Prandaj targetimi i tyre nuk ka qenë i qelluar. Ky ka qenë problemi numër 1 dhe e dyta, fraksionet brenda Lidhjes Demokratike ekzistojnë dhe kanë ekzistuar, ata mund t'i prezantojnë si demokraci brenda partijake, por deri më tash nuk kanë dhënë rezultat, sepse rezultati jo 13% që për Lidhjen Demokratike të Kosovës është rezultat katastrofal. Po, pak a shumë kjo çështja me liderin është njëjtë edhe me PDK-n. Pra, sepse edhe aty, mire, kemi tashmë kryetar Bedri Hamzen, megjithatë edhe aty duket sikur ka grupe të cilet edhe nuk janë të kënaqur. PDK-ja si duket po e menaxhon pak më mirë këtë, ndoshta edhe fakti që kanë ndoshta të rezultatit. Më shumë vota, kanë pas më shumë pushtet në një farë mënyre, dhe vazhdimisht sikur ka ekzistuar ajo fryma e ish liderëve në një farë mënyre të PDK-s, ndryshe nga Rugova po zëm dhe LDK-ja. Autoriteti aq i madh i Rugovës, vërtet, dhe fakti që askush nuk mund ta zëvendësoj, tregon që ai ka qenë shumë i madh krahasuar me partinë. Partia ka qenë e vogël, por ai ka qenë shumë i madh. Dhe kur flasim për emra në LDK, besoj që ka shumë emra që mund bëhen kryetar të LDK-s, po si duket askush nuk mund ta ketë autoritetin që e gëzonte presidenti Rugova. Kur jemi tek përçarjet brenda LDK-s, do të ishte mirë sikur vërtet LDK-ja kishte mekanizma të menaxhonte këto fraksione,
por fakti i humbjes së votave, që besoj një prej arsyeve është edhe qarjet mbrana partisë, tregon që mungojnë ta mekanizma. Sepse fraksionet nuk mund të konsiderohen menaxhueshme në rast se ato të humbin vota, në rast se ato të sjellin vota nga krah të ndryshëm, që janë, dhe kur flasim për fraksione, kryesisht flasim për fraksione që janë afër ideologjikisht. Një gjë që nuk qëndron rastin e LDK-s, janë të vjetre dhe të rit në farë mënyre, një gjë të cilën LDK-ja deri tani nuk duket se e ka menaxhuar si duhet, edhe me qarjet e mëdha, edhe me përdorimin e forcës e kështu me radhë. Desha shtoj një gjë tek deklarata e zotri Hotit që e konsideron si dërheqje, jo votbesim, atë veprimin e zotrit Abdi Gjiku. Kjo është një mesazh që çfarëdo që tjetë rezultati në Kuvend, dhe në rast se zotri Abdi Gjiku vazhdon që tjetë kryetar me votat e Kuvendit, kjo mund të qenë një qarje të re, sepse tregon që është diçka që në rast se ndoshta jo shkputje tërësisht ose mos pranim të rezultatit, por do të tregoj që ka një pakënaqësi bukur të madhe brenda LDK-s, e cila nuk besoj se do të kaloj aq lehtë ose do të normalizohet në farë mënyre me vazhdimin e zotrit Abdi Gjiku si kryetar i LDK-s, por kjo mbetet shifë se si do të menaxhohet. Megjithatë, e thamë edhe më herët, vetë mënyra se si është dhënë kjo dërheqje ose është kërku ky votbesim, vërtet e ka thellu konfuzionin dhe i ka hapur rrugë një krizë edhe më të thellë organizative brenda LDK-s. Uroj që ta menaxhojnë mirë, domethënë të paktën mos të ketë ndarje të tilla të cilat mund ta ndajnë LDK-n edhe grupe të tjera. Ishte ndoshta skenari më i keq në rast se Kuvendi nuk do ta pranojë dërheqjen e Abdi Gjikut, në anën tjetër kemi pakënaqësi tek këtij grupi tjetër, një dërheqje nga pozita drejtuese siç e ka paralajmëruar edhe Hoti. A mund të çojë ndoshta në largimin krejtësisht nga LDK-ja të disa figurave, apo vetëm thellim edhe më shumë të përçarjes? Edhe nëse nuk ka një ndarje të re brenda LDK-s, bazë të këtij skenari do të vazhdoj status quo-ja. Cila është status quo-ja? Ai 13% i LDK-s, pakënaqësitë brenda, ku do shkoj LDK-ja në rast se kemi zgjedhjen flitet që të kemi në prell ose kur do që të kemi e kështu me radhë. Ky është një skenar që është i mundshëm në farë mënyre, skenari tjetër është një ndarje e re që mund ta ndaj prapë në dësh LDK-n, dhe pastaj këto dy grupe vërtet do të bëjnë një luftë për ekzistencë, për ta kaluar edhe pragun zgjedhor atë 5%, më shumë të i konvenojnë LDK-s një qarje e tillë, por në rast se vazhdon status quo-ja, vërtet kjo tregon që LDK-ja nuk është duke u reformuar ashtu siç pritet në farë mënyre për ta rikthyer pozicionin e vet brenda sistemit partijak në Kosovë ku ka qenë, dhe është një gjë nga e cila besoj që nuk do të përfitojë shumë LDK-ja, por krejt kjo vjen si rezultati një lloj qëndrimi jo shumë të qartë, siç e thamë edhe më herët, të zotit Abdi Gjiku, as dërheqje, as jo dërheqje, që e thellon edhe më tutje atë konfuzionin, edhe krizën e brendshme, një gjë që vërtet nuk do duhet të ndote, marrë për bazë që LDK-ja ka nevojë për një kohezion të brendshëm, të atyre që kanë qenë më herët, të atyre që janë tani ose atyre që mund të jenë nesër, duke e bërë këtë lidhje të cilën aktualisht leadershipi i LDK-s nuk ja ka dalë që ta bëjë. Dhe do të ishte Hoti figura e duhur në kryetar i LDK-s, apo do të nxiste pastaj pakënaqësinë e këtij grupi tjetër, dhe sërish do të kishte pakënaqësi brenda LDK-s? Tani unë e kam vështirë të them se cila është figura më e qelluar. Ose çka mund të sjell Hoti LDK-s? Mund të sjell edhe këtë që thotë Dorontina, do thotë mund të fitoj ta zëm në një proces më avonshëm, por mund të shkaktoj largimin e kësaj pjese tjetër rreth e zotit Abdi Gjiku. Unë në një studio tjetër thash para disa ditë që aktualisht LDK-ja i përngjan Titanikut, është Evania nga ai filmi i njohur e fundosur në vitin 1912. Them me keqardhje dhe me dhembje. Dhe e ndarë në mes, sepse edhe Ania ishte keqardhje, them dhe me dhembje, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës, pavarësisht çfarë do të ndodhë me te, i ka dhënë shumë Kosovës dhe ka kontribute të jashtëzakonshme, ka kontribute historike, do të thotë. Dhe edhe sot Kosovës i duhet lidhja demokratike, një lidhje demokratike e Kosovës e fortë, e fuqishme, sepse në shumë vite ka qenë forca moderuese
ajo forcë e cila nuk ka lejuar të dominojnë ekstremet në politikën kosovare. Pra, në momente shumë delikate, shumë të ndërlikuara, LDK-ja ka qenë forca që ka ruajtur unitetin e brendshëm. Nuk e kam fjale vetëm për partinë, për LDK-n, po më gjërë do të thotë. Jo vetëm në fillimet e saj në vitin 1990, po edhe me vonë, ka qenë një nga forcat, po forca më moderuar në Kosovë, se ja them lirisht, pas një hezitim. Tani edhe Kosovës edhe sot i duhet një forcë e tillë moderuar, për të mos lejuar ekstremet, qoftë në majta, qoftë djathta. Por jashtë mjerisht, unë shoh probleme të mëdha për lidhjen demokratike të Kosovës në periudhën e ardhshme, sepse pa një reformim të thellë, pas zgjedhjen nga ajo dega më vogël atje në pjesët më të largëta të Kosovës dhe deri në kryesi, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk do të mund ta tejkalojë këtë krizë dhe ne do të shohim edhe me tutje. Mund ta riparojnë për 6 muaj, për 1 vit, por për çarin që e kanë brenda do ta kenë gjithnjë aty pa një proces shumë thellë të një reforme të mirëfill. Në të kundërtën, druaj se rrezikojnë të marginalizohen si forcë politike në skenën politike të Kosovës. A prisni që të ketë qëndrime të tjera tani në proceset që po na vinë, pra çështja e presidentit, prisni që të kenë qëndrime të tjera nga ato që kanë pasur në 2025? Po në 2021 e kemi pasur... Duke marrë parasysh rezultatin që kishin. Kemi pa që LDK-ja, do më thënë, e votoj presidentin, pa një marrëveshje koalicioni. Do më thënë, kjo është ajo që e ka shunë, është më shumë LDK në këto 5 vite. Edhepse duke qenë opozit, pastaj ka qenë ai pozicioni jo shumë i qartë, po tërësisht kontradiktor, as me pozitën, as me opozitën, që e thelloj atë ngërçjen institucional, do më thënë, nuk i jepte mundësi as njërës palë, as tjetër që të lëvizin për të kriju institucionet. Tani me këtë rezultatin e ri dhe me këtë krizën e brendshme, do thoja, që ka LDK-ja aktualisht, e cila si duket me mënyrën, si e thamë edhe merë si që është dhënë kjo ndërheqje, vetëm se po e thellon këtë krizë edhe më tutje, nuk po e menaxhon si duhet, mbetet shife tani se sa mund të ndryshoj ky pozicion. Do shta e vetëmja ku LDK-ja ose mund t'i kërkohet, ose ka potencial që të bashkëpunojnë këtë rast me partinë që është më e madhe aktualisht me vetëvendosjen në çështja e presidentës. Mbetet shifet a do t'a votojnë pra pa një marrëveshje të koalicionit. Fakti janë deklaruar. Së fundmi patëm Besa Gaxherin, po e citoj edhe një herë, javën që shkoi, dhe tha se nuk ka vot për asnjë kandidat të propozuar nga lëvizja vetëvendosje pa një marrëveshje paraprake. Edhe sikur të shkojmë në zgjedhje dhe dalim humbës edhe më të madh, pa një marrëveshje politike nuk e kalojmë çështjen e presidentës. Ishin fjalët e saj. Megjithatë, ai duket antare kryesisë, nëse s'gaboj. Megjithatë, ajo deri diku antare kryesisë, po. Edhe i përfaqëson sepse LDK ka thënë se kërkojnë tek çështja e presidentës, ju duhet një marrëveshje politike. Po, madje ka qenë edhe Lutfi Aziri, nën kryetari, i cili ka thënë se pa marrëveshje politike nuk e bëjnë atë që ka bën vitin 2021, sepse ndoshta janë të interesuar që të jenë pak më faktor në farë, jo vetëm pa një marrëveshje kështu të japin votin. Çka do të thotë pas kjo për lidhjen demokratike të Kosovës? Në rast se nuk kalon presidentja, duhet shkojmë sërish në një palë zgjedhje, në rast se nuk arrit edhe Partia Demokratike e Kosovës, që të siguroj të paktën praninë e deputetëve në sallë, sepse votat edhe deri diku mund t'i sigurojnë në tentimin e tretë vetë lëvizja vetëvendosje. Çka do të thotë për lidhjen demokratike shkuarja në një palë zgjedhje si rrjedhoje mosvotimit të një kandidati ose mos mundësisë për të kaluar një kandidat për president? Tani varet shumë se si do të krijohet, sepse ne në shumicën e raste po e shohim që sjelljet politike të votuesve varen shumë nga narrativa që po krijohet. Në rast se krijohet një narrativ që po shkojmë zgjedhje për shkak të LDK-s, po e zëm, atëherë kjo mund ta penalizojë edhe më tutje LDK në rast se shkohet në zgjedhje të parakoshme. Megjithatë, nuk besoj që mund bie nën këtë 2-13% sa ka aktualisht votave. Dhe vërtet LDK-ja do duhet ta ruan ta dinitetin e vetë si parti politike, është e drejtë e saj që veprimet i bëjnë në bazë të marrëveshjeve.
sepse për ndryshe do të ishte një lloj nënshtrimi, do thoya, ndaj një partie tjetër, e cila thot, e janë më votoni kandidatin tim edhe pa marrëveshje fare, sikurse nuk ka respekton dinitetin e tyre partijak, mirë po sikur i kurzon ose një lloj kërcënimi siç e ka bë zoni Osmani, nëse nuk më votoni do më keni përballë në zgjedhje, do dalë si kandidate kështu me radhë, është e rrugës votimi në kuvend të bëhet në bazë të marrëveshjeve. Qoftë marrëveshje koalicioni edhe për qeverinë. A do të ishte gatshëm Kurti për një marrëveshje të tillë, siç po e kërkojnë partitë e opozitës? Sakrifikuar pak. Sepse njëjtë edhe PDK-ja ka thënë se pa marrëveshje politike nuk votojnë presidentin. Koci. Nuk mendoj. Zotit Kurti nuk i duhet për të formuar qeverinë dhe për ta konstituuar parlamentin atij nuk i duhet kurfar koalicioni. Tani ju pyetët për qëndrimin e LDK-s, po ata për të pasur ndikim në zgjedhjen e presidentit ose presidentes, ata s'pari duhet ta unifikojnë qëndrimin e tyre. Unë mendoj që ata nuk kanë fare qëndrim të unifikuar rreth kësaj çështje. Me vetë faktin që janë dy rryma, ata praktikisht në bindjen time nuk janë relevant. Sepse nëse merret qëndrim që të votohet ta zonja Osmani, ne i dim 4-5 prej tyre që nuk do ta votojnë. Pra, dhe ato vota të mbetura pro zonjës Osmani nuk do të mjaftojnë që të arrihet numri 80. Pra, mendoj që në rastin e zonjës Osmani konkretisht si kandidate e mundshme, sepse me duhet të them edhe një gjë, ne jemi fokusuar shumë, mediat janë fokusuar shumë te qëndrimi i opozitës në raport me kandidaturën e zonjës Osmani. Sa ajo ka shprehur gatishmëri. Ajo ka shprehur gatishmërinë, por vetëvendosja deri me tani nuk është deklaruar. As pro, as kontra. Është një pozicionim neutral, kisha për të thënë, pa dashur të parasgjykoj asgjë. Ka pasur vetëm një deklarat ku ka thënë se do të takohet me presidenten Vjosa Osmani dhe pastaj s'ka pasur asgjë. Po, në atë deklarat... Pse besoni se vjen kjo heshtje nga lëvizja vetëvendosje, gjithsesi nga Kurti për rreth kandidaturës së Osmanit? Ka disa mundësi. Një është ndërgjegjësimi i zotit Kurti dhe tjerëve në vetëvendosje që zgjedhja e zonjës Osmani nuk është e garantuar, sepse duhen 80 vota, duhet qëndrim në sallë, duhen 13 deri në 14 deputet të qëndrojnë në sallë. Zoti Kurti për të formuar qeverinë gjatë 9 muajve të kaluar nuk ka arritur janë dashur vetëm 4 vota, 3-4 vota. Nuk ka arritur. 4. Po tani duhet 14. Prandaj mendoj që këtu është rezerva e tij, është i vetëdijshëm, është i ndërgjegjshëm, që nuk do të jetë lehtë të siguron ato vota dhe ai nuk e ka përjashtuar mundësinë e shkuarjes në zgjedhje të jashtëzakonshme. Pra thoni se nuk është gati që për hir të bërjes së votave për president të bëj një koalicion dhe të ndaj pushtetin. Sakrifikoj pak. Dhe se zoti Kurti këtë e ka bërë të qartë, që nuk dëshiron të ndaj pushtetin dhe mendoj se ka të drejtë. Ai ka 67 deri në 68 deputet. Deputet, po. Dhe nuk ka përse të ndaj pushtetin. Pushtetin ka mundur të ndaj deri para një muaji 2 me ata që do të hinin me te në koalicion. Tani ai ka ato vota. Tani unë supozoj se një marrëveshje politike do të nuk kuptonte jo pjesëmarrje në qeveri. Se është evidente që këtë zoti nuk e do. E ka bërë të qartë, e ka bërë publike. Marrëveshja politike për një kandidat, për zonjën Osmani ose një tjetër, do duhet të ishte marrëveshje konsenzuale, do të thotë për personalitetin e atij ose asaj. Do thotë eventualisht jetë i pavarur, i paanshëm, jo partijak. Kështu e kuptoj, ndryshe përfshirje të opozitës në pushtet, këtë e përjashtoj krejtësisht. Në qeveri do të thotë, e përjashtoj krejtësisht. A mund të themi këtu se zvoglohen gjasat që Osmani të kandidohet dhe njëherë? Mendoj se po, sepse thjesht nëse LDK-ja është përjashtuar nga kjo kombinatorik, në bindjen time, unë të jemi gabuar, nuk e përjashtoj mundësim, po për vetë faktin që ata nuk kanë një qëndrim të prejer, jo vetëm rreth kandidaturës së zonjës Osmani, po edhe rreth kandidaturave tjera që të mund vinë, ata nuk kanë qëndrim unik, praktikisht përjashtohen nga mbetet vetëm PDK-ja, por ajo çfarë kërkon PDK-ja është gati e pamundur të realizohet. Ata nuk kërkojnë vetëm marrëveshje politike për kandidatin ose kandidatën, por kanë lënë përshtypjen që kërkojnë pushtet, kërkojnë pjesëmarrje në qeverisje, cilën në asnjë variant zoti Kurti nuk do ta pranojë dhe
Dhe une këto ditë të fundit mendoj që gjasat për shkuarje në zgjedhje tjera janë shtuar. Nëse deri para një jave është dukur që kjo çështje është e zgjidhur dhe nuk do të ketë probleme, jo, mendoj se gjasat që të mos arrihet numri i mjaftueshëm për zgjedhjen e presidentit ose presidentes, madje mund të ketë probleme edhe rreth konstituimit të parlamentit. Pavarësisht që zoti Kurti i ka numra, sepse lista serbe tashmë ka sinjalizuar që do të ankohet. Ka kërkuar nga gjykata kushtetuese të jap mendimin për zgjedhjen e nënkryetarit zotit Rashit. Nga radhët komunitetit serb apo jo. Edhe nëse nuk kanë të drejtë, asëm lista serbe, supozoj se nuk kanë drejtë. Nëse nuk do të ketë një qëndrim të gjykatës kushtetuese, ata mund ta shtyjnë procesin me ankesë tjetër, nëse zgjedhet Rashić, në konstituimin e ardhshëm të parlamentit, dhe ta kalojnë 4 marsin kur Kosova shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme me automatizëm, pavarësisht motivit, pavarësisht. Rreziku që të kalohet edhe afati i presidentës është goxha real. Jo, tani është bërë shumë i madh. Është bërë shumë i madh, dhe sidomos në kontekstin e disa zhvillimeve të ditëve të fundit. Para se të dalim në çështje tjera, të marrim mendim edhe të profes për pikërisht për çështjen se a ka gjasa që dhe të mos propozohet Osmani. Duke parë dhe heshtjen e lëvizjes vetëvendosje dhe dëshirën për të mos e ndarë pushtetin. Ky skenari tashëm sa i përket përpjekjeve të partive për të bërë një marrëveshje po i ngjan atij të vitit kaluar. Sepse jemi shumë afër, domethënë me kohë kur duhet të zgjidhet presidenti ose presidentja, dhe nuk shohim që partitë janë duke bërë përpjekje për një marrëveshje. Një gjë që e shihnim edhe vitin e kaluar kur partitë nuk marrin as takime, as nuk konsultoheshin për në atë kohë kërkojnë një marrëveshje koalicioni për qeverisur. Në këtë rast paktën për presidente, për president, kjo tregon që vërtet ndoshta partitë ose mund kemi një zgjidhje në momentin e fundit, ndoshta LDK-ja mund veproj, edhe pse siç u tha që disa prej tyre mund mos ta votojnë zonin Osmani, po disa prej tyre ndoshta mund ta votojnë siç ka qenë vitin 2021, pa një marrëveshje të koalicionit. Ndoshta këto përgjegjësia më e madhe i bie vetëvendosje, sepse është partia më e madhe, do duhet vërtet që të lëvizte për të krijuar një marrëveshje me parti tjera, përderisa ka nevojë për votën e tyre për zgjedhjen e presidentit, lëvizje të cilat nuk po i shohim aktualisht nga vetëvendosja. Ndoshta ata presin përfundimin e rinumërimit, certifikimin e rezultateve, megjithatë besoj se është vondra se pritet një vendim i tillë për të filluar procesin e krijimit të një marrëveshje, ndoshta vetëvendosja si konvenon shkuarja në zgjedhje prap, sikur e kanë nohatur atë rritjen që e pati me 28 dhjetor, dhe ndoshta synon që të rritet ende më shumë. Mund të ndodhë realisht kjo, sepse ka pasur shumë diskutime për shkak të mospranisë në një numër kaq të madh të mërgatës siç kishte në zgjedhjet e dhjetorit. Mund vinë ata, sepse kanë marrë një lloj entuziazmi me 28 dhjetor dhe nuk janë shumë larg vinë, domethënë, po u mbajtën zgjedhjet, kur do të mbahen, ekziston ende ai elani ose ai vullneti për të ardhur për të votuar, po besoj që është kogja problem me parashiku rezultatin e zgjedhjeve që nga 28 dhjetor. Edhe një pyetje krejt fundit rreth kësaj teme para se të kalojmë tek çështjet e tjera. Çfarë do të thoshte realisht më pas një palë zgjedhje të reja për stabilitetin e vendit, sepse dim se votat ende po vazhdojnë të rinumërohen derisa të dalë certifikimi i tyre, një palë zgjedhje të reja, do duhet sërish kohë për të certifikuar dhe kësaj bie që pothuajse deri në fillim të verës jemi pa institucione. Për partit, nëse mund, për partit kjo është një normalitet, tani është kthy vërtet normalitet në mbajtje e zgjedhjeve, po më duket s'po dinë si me qeveri se hajtë shkojnë në zgjedhje, e kanë gjetë si formulë, ndërsa për vendin, për qytetarët, për institucionet do të ishte vërtet një katastrofë politike dhe institucionale shkuarja në zgjedhje sa herë që partit kanë qef çdo 2-3 muaj. Apo do të shkojnë në zgjedhje derisa vërtet ju bie diçka tamam?
Ndoshta, urojmë që sa ma shpejt ju bije tamam. Po, Koci, diçka që ra në sy kohët e fundit, sepse është diskutuar sidomos gjatë javës së kaluar shumë bordi i paqes, ku edhe Kosova u bë zyrtarisht pjesë e saj, megjithatë ajo që ra në sy dhe u diskutua pak për të ishte edhe çështja sepse nuk pati asnjë reagim as nga ana e qeverisë, sepse ka pasur vërtet ata të cilët e përkrahin Vjosa Osmanin, ka pasur dhe shfrytzuar si momentum për ta lartësuar edhe më shumë figurën e saj. Mirë po nga ana tjetër nuk kemi parë ndonjë reagim as nga Ministria e Punëve të Jashtme, as nga qeveria në lidhje me këtë hap që ka bërë Kosova. Jam edhe unë i habitur që nuk ka asnjë reagim, do të thotë, as të qeverisë, as të Ministrisë Punëve të Jashtme, as të kryeministit. Ka qenë një deklarim i shkurtër i zotit Sfeshla, i pyetur nga një agjenci, dhe ajo ka miratu, do të thotë, ka thënë po, është ide e mirë. Ka qenë një gjysmë fjali, do të thotë, miratuese. Edhe unë jam i befasuar, shumë i befasuar që ka heshtje, sepse thjesht Kosova nuk ka qenë në situatë, nuk i ka komoditetin, luksin për të refuzuar një nismë të tillë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani, debati rreth bordit të paqes i ka dy rrafshe, rrafshin akademik ku mund të përplasemi. Gjithë ditën pro dhe kontra, po kjo rrafsh akademik, intelektual, por edhe rrafshin tjetër politik që për ne është shumë i rëndësishëm, ku ne nuk kemi luksin të hyjmë në ato debate politike në kuptimin që është apo nuk është i qelluar ai bord. Se Shtetet e Bashkuara janë garantuar si i Kosovës. Dhe pati dje një deklaratë. Dhe kjo Pati dje një deklaratë të vetë presidentes Vjosa Osmani dhe për BBC-n e cila tha se ne pranua ftesën sepse SBA-t ishin aty kur ne kishim nevojë për ta dhe kur OKB-ja do duhet ishte, sepse ka pasur janë ngritur pikpyetje sepse Kosova u bë pjesë e bordit të paqes, duke qenë se shumë vende të BE-s nuk e kanë pranuar të jenë pjesë e saj. Në anën tjetër Kosova tenton të hyjë në BE dhe nëse një ditë do të vijë dhe rasti kur Kosova do duhet të zgjedhë mes SBA-s dhe BE-s. E shtrove shumë bukur pyetjen. Për ta thjeshtësu, kjo është dilema. Do të thotë duhet të radhëritet momente vendimtare si ky. Kosova pas Shteteve të Bashkuara apo Bashkimit Evropian. Unë mendoj që në Kosovë nuk do duhet të ekzistonte ajo dilemë. Ajo dilemë është heq edhe në 92-ën me vijen e kuqet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe në 99-ën me intervenimin e Shteteve të Bashkuara. Ai ka qenë intervenim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk ka qenë intervenim i Bashkimit Evropian. Edhe me në rastin e shpalljes pavarësisë, ai ka qenë kontribut dhe investimi i Shteteve të Bashkuara, nuk ka qenë i Bashkimit Evropian. Ne duhet ta themi edhe një gjë. Përderisa Shtetet e Bashkuara kanë qëndrim shumë të qartë në raport me statusin e Kosovës, pra për Kosovën si shtet i pavarur, Bashkimi Evropian edhe sot e kësaj dite mban qëndrim neutral për shkak të peshës në raport me statusin e Kosovës. Prandaj, çfarë kem të zgjedhim? Nuk kem çfarë zgjedhim. Nuk është Kosova e ka të zgjedhur aleatin. Ato janë Shtetet e Bashkuara dhe në rastet të tilla, të nismave të tilla të mëdha, strategjike, të fuqishme, ne nuk jemi ata që mund të debatojmë në planin akademik. Po, s'ka problem. Por, nuk mund të refuzosh. Nuk ishte në situatin në Kosova që të mendoj të bashkohet apo të mos i bashkohet. Kosova ishte shumë e privilegjuar. As më pak kur ftesa, po. Edhe me këtë desha të them. Për herë të parë në nivel ndërkombëtar, në nivelet më të larta ndërkombëtare, Kosova është e barabartë me Rusinë, me Kinën, me gjitha superfuqit në një tavolinë të nivelit më të lartë. Tavolinë e cila mund zëvendësoj Kombet e Bashkuara, prandaj nëse unë besoj që dilema të tilla në Kosovë nuk ka, por nëse ka, ma mendoj që ato do duhet të kalosh sa më parë dhe të pranohet logjika e zonjës Osmani që Kosova nuk ka komoditetin e zgjedhjes tjetër. Megjithatë pse po heshtet, e shtroi Dërentina pyetën, pse po heshtet, nuk ka radhë. Ka të bëj pikërisht me këtë dilemë apo ka të bëj edhe me çështjen pastaj edhe të Vjosa Osmanit karshi me Kursin? Pikërisht. Rama, kryeministri i Shqipërisë, pikërisht këtë dilemë në formë të tërthort e ka bërë të qartë në një urim që ja dërgoi zonjës Osmani në 21 janar. Në atë urim ishte një fjali e çuditshme. Unë tani do ta citoj. Po të lutem, që ta jemi të qartë edhe për publikun. Po të kështu, ishte pasuesi i fundit. Edhe njëherë urime dhe dua të besoj se faktorët politikë të Kosovës do ta çmojnë këtë dorë të shtrirë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një gest që nuk është as pak pa lidhje. Formulimi si një gest që nuk është as pak pa lidhje nuk ka kurfar kuptimi në këtë urim, nëse nuk është qortim për dikë tjetër në Kosovë, i cili ose
është i paknaqur ose do të thotë nuk është komod me këtë nismë të bordit të paqes, ose mund tjetë edhe diçka tjetër, mund të ketë pasur probleme në koordinimin e zonjës Osmani me struktura tjera, nivele tjera politike në Kosovë. Nuk e përjashtoj asnjë sepse nuk e di, prandaj nuk duhet paragjykoj. Nuk duhet paragjykoj për të mos nxjerrë konkludime të gabuara. Dhe mund të jetë edhe, sepse me qenë se e përmende Ramën, atje ka shkuar ftesa për Republikën e Shqipërisë, ndërkohë që në Kosovë ftesa erdhi personalisht për Vjosa Osmani. Da mund të themi në këtë pikë se Vjosa Osmani është e preferuara e presidentit amerikan Donald Trump. Tani unë nuk dua ta. Diku edhe nga zyrtarët e amerikanë edhe u tha se aty u ftuan njerëzit e preferuar të Trumpit. Kjo qëndron, por marrë në tërësi Zoti Rama, nëse përmendë, e ka instrumentalizu pak disa ftesë, sepse ftesat nuk i ka shku zonjës Osmani dhe Zotit Rama personalisht. Ato janë ftesa për Kosovën dhe Shqipërinë. Po, sepse nëse nuk do të ishin njëra presidente dhe tjetri kryeministër, nuk do t'i merrnin këto ftesa. Se kanë shkuar në Shqipëri në adresë të kryeministrit dhe këtu në adresë të presidentes, kjo çështje ndoshta dhe afiniteteve të njerëzve që kanë bërë protokollin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë nuk dua të paragjykoj sepse do të ishte gabim çfarë do paragjykimi në këtë drejtim. Mendoj marrën tërësi që i është bërë nder i madh Kosovës me atë ftesë. Tani ajo është dërgu zonjës Osmani apo zotit Kurti, mendoj se është e dorës dytë. Uroj që mos ketë pas mos koordinim ndërmjet tyre. Uroj të mos ketë pas. Besoj që edhe nëse ka pas mos koordinim, që ajo të tejkalohet, sepse nisma është shumë më madhe se sa ndonjë mos koordinimi tyre eventuali vogël në komunikim ose në aspekte tjera. Profesor, një mendim ndoshta edhe të fundit rreth kësaj çështje. Kosova nuk ka luksin që të shqyrtoj në farë mënyrë, që t'i bashkohet SHBA-s në çfarë do nisma që mund të marrë SHBA-ja, sepse e dim që ka varësi ekzistenciale nga mbështetja. Ne e dim se si jemi bërshtet, si jemi çliruar, cili ka qenë roli i SHBA-s në këtë aspekt, dhe në bazë të kësaj, domethënë duhet të rreshtohemi krahas platformës aktuale ose platforma tjera të cilat mund të udhëhiqen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa e përket asaj se do të zgjedhim ne mes SHBA-s, normalisht që ne prioritet kryesore kemi relacione strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kjo nuk na ndalon që ne të antarësohemi në BE, që t'jemi antar i Bashkimit Evropian e kështu me radhë. Megjithatë dilema mbetet sepse shumë pak dihet për bordin dhe për misionin që do ta ketë në të ardhmen, sepse e përmende Megjithatë kjo faktorizon Kosovë. Është një platformë Kosova faktorizohet në arenën të bashkuar. Po, mund ta ketë atë mision. Edhe nëse nuk do të jetë zavendësimi i kombeve të bashkuara, mund të jetë trup i cili do të funksionojë paralelisht. Dhe edhe një gjë, nuk është iniciativë personale e zotit Trump. Ka mbështetje në rezolutën 2803 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në atë rezolut është e saktë që është përmendur vetëm administrimi i gazës, armëpushimi dhe administrimi i gazës, dhe pastaj zoti Trump, presidenti Trump e ka zgjeruar me çështje tjera. Por kjo është në favorin e Kosovës. Pse është në favorin e Kosovës? Shikoni, po përsëris edhe një herë. Kosova për herë të parë ulet në një tryezë e barabartë me fuqit më të mëdha. Ato Kina dhe Rusia ende nuk janë aty, por nuk e kanë përjashtuar. Nuk e kanë refuzuar. Akoma nuk e kanë marrë vendimin, megjithatë bashkohen. Është institucioni i parë i nivelit më të lartë mundshëm ku Kosova është e barabartë, është themeluese. Dhe mendoj që prania në atë bord, mos pasjen e urses në Kombet e Bashkuara e relativizon krejtësisht, sepse këtu je antare, je themeluese dhe nuk vlen relativizohet vetoja e Rusisë dhe Kinës në Kombet e Bashkuara. Qartë, dhe një pyetje krejtësisht të fundit. Meqense folëm për heshtjen e qeverisë, heshtjen e të gjithëve karshi këtij vendimi dhe pjesëmarrjes së Vjosa Osmanit atje, a i shton akoma më shumë faktet se edhe mund të mos propozohet Osmani, edhe me këtë, pastaj shto këtu edhe këtë që e biseduam së fundi. Unë pavarësisht nuk e di çfarë do të ndodhë. Sepse shpesh ka pasur mendime të atilla se Kurti edhe duhet ta shfrytëzoj këtë, pra zonjën Osmani si një qelës për marrëdhëniet me miqtë ndërkombëtar. Unë mendoj që kjo e dyta do të duhet të dominante. Kjo që e the tani. Kjo do të duhet dominante, pavarësisht çfarë ka ndodhur. Nuk du të hinë atë çfarë ka ndodhur, sepse vërtet nuk e di. Po.
vetëm po shpekuloj, por angazhimi i zonjës Osmani në Davos, pjesëmarrja e saj në bordin e paqes, është punë jashtëzakonshme. Paraqitja e saj, sepse thjesht është ftesa ka ardhur vetëm 24 orë para. Pra është dashur të vendoset shpejt. Dhe unë mendoj që ka bërë mirë, do të ishte gabim i rënd nëse do të refuzoj, sepse praktikisht refuzohet shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Koci Smajlej, faleminderit shumë edhe një herë që ishit pjesë e mesditës për të sqaruar gjitha këto tema. Faleminderit shumë, krahasi që ju patëm. Ndërkaq, edicionin e vazhdojmë me informacionet